Vahabistët domethënë janë në Bashkinë Islame të Kosovës, janë drejtues të këshillave lokale të Bashkisë Islame, janë kryeimam në Bashkinë Islame, janë profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, i cili është organi i Bashkisë Islame, dhe janë në të gjitha xhamitë e Kosovës. Janë në xhaminë e Katunit. Unë pras që të intervistohet s'poko dhe kreu i bikut në internave, i cili ka leju vahabistët që të rriten mbrana Bashkisë Islame, për faktin që vahabistët e kanë prodhu Lavdrim Muhaxhirin, e kanë prodhu ish imamin e Gjilanit, i cili sot i udhëheq shqiptarët në organizatën terroriste ISIS, Ridvan Haqifin, i cili ka qenë imam i Bashkisë Islame dhe nxënës i medresës Alauddin. E kanë prodhu gjithë ata terrorista që sot vrojnë dhe prej fëmijë, dhe gjithë ata të cilët sot i kidnapojnë fëmijën e vet prej Kosovës dhe i çojnë në Siri. Pra, gjithë ata janë kuadrat të cilat janë prodhu prej imamëve të Bashkisë Islame dhe që janë paralajmëruar shumë herët mbrana imami i Bashkisë Islame në Gjilan, Zekria Qazimi, që është arrestuar, ai e ka prodhu Lavdrim Muhaxhirin, sepse ai ka marrë ligjërata në shoqatën që e ka kriju Lavdrim Muhaxhiri, Rinia Islame Kançani. Ai ka prodhu Ridvan Haqifin, që sot i udhëheq xhihadistat, edhe ai ka prodhu pjesën më të madhe të atyre që i kanë pa të arrestuar dhe të u shoqëruar të hinë gjykat. Pra, gjithë ata dalin edhe në fotografitë publike që i kanë, dalin që kanë qenë nxënës të tij, e për më shumë kretë e terroristave shqiptarë sot në botë janë talebe, që talebe domethënë e përdorin një term që nxënësa specifik që i merr ai hoxh me i mësu edhe mas mësimit. Vetëm t'ju tregoj shikuesve se Visari ka qenë student i kolegjit të shkollës mesme. Medresia mesme Alauddin, shkollë publike. Po, shkollë publike. Dikur, dhe prandaj du ta kuptoni që gjuhën e ka kogja të saktë kur flet për këto çështje, po. Pra, në Bashkinë Islame janë prodhu mbrana prej hoxhallarëve, janë prodhu terroristët. Ata i kanë mësuar që mëkatet që ju i keni bën të kaluamën, ju doni me i la ato mëkate, dhe vetëm mënyrë që mundi me i la ato mëkate është që të vdesni shahid. Kjo ka qenë gjuha të cilën e kanë përdorur imamët. Unë kam marrë pjesë edhe në ligjërata në të cilat nuk janë inqizuar, por edhe ligjërata të cilat i kam që janë inqizuar ilegalisht. Pra, dhe në të gjitha ato ligjërata që nuk janë publike, imam si Shefqet Krasniqi, Ridvan, Zekria Qazimi, edhe imam të tjerë i kanë mësuar njerëzit që xhihadi dhe vdekja si shahid është vetëm një mënyrë për me i la mëkatet e tyre. Pra, i kanë zënë djemt e ri në mënyrën e kanë dëgjuar ti saktësisht që ata kanë thënë do të shkohet luftohet në Siri dhe të deri para pak ditësh para se të arrestohet Zekria Qazimi, ose në deri saktë ditën kur është arrestuar, kanë qenë në YouTube këto inqizime. Por çadet janë hiq. Për Bashkinë Islame me drejtuar një institucion i cili veç në kryesi ka mbi 5 milioner të hyra. Pra, ju keni bërë gjithçka që ka qenë në dorën e ju, deri në manipulimin e zgjedhjeve për me armi kontrollu ato financa. Nëpërmjet atyre financave keni rënë në kontakt me organizatat e cilat e financojnë Al-Qaiden, siç është organizata Al-Waqful Islam, e cila nëpërmjet xhirollëgarisë zyrtare të Bashkisë Islame i ka ndërtuar afër 20 xhami. Ku ka punuar ajo? Ka punuar në Kosovë? Ka punuar në Kosovë. A ka regjistruar në shtet? Nuk ka qenë regjistruar në shtet. Qysh Waqfi ka qenë regjistruar në shtet? Waqful Islami ka qenë person juridik i fshehun brenda një organizate e cila mirret me syneti. Qysh ka mundsi më funksionue? Po qysh ka pas mundësi Zekria Qazimi me ligjëru deri sot? Se krahasoj Zekria Qazimin, ju është njëjta. Ai është njëri i cili ka qenë ushtar në Al-Qaid. Prisoj shoqata, ka njerëz që morën rrugë. Me kujna? Pe i Vofit Islamit. Nuk e di unë. Ti a merr rrugë? Ja. Shoqëri shollos merr. 1000% ja. Edhe më vjen keq. Edhe më vjen keq, edhe jo hiç mos djeg. Jo. Është liba më pa dinë sot. Unë kam po emrin, kam emrin tonin zotni që ti merr, jo ti merr edhe 32 xhollar tjetër morën rrugë biçi ti. Tani më diçka më tjetër. Jo nashta, po mani pa dinë se vjen më kur du. Ti është dash, ti është dash. Jo po shumë, je koxa din me mastru. Nuk unë kam emrin fakt që ti edhe disa xhollar tjerë merrni rruga prej kësaj shoqate. Ka 1000 diçka, s'po du me përmend numrat saktë se më gabu, veç mbi 1000 po. Ka dikush që i kshyer pra. Po ka dikush, edhe ka me dal, edhe çyre opinioni po na ka me dal, e nëse un jam, kam të kërku folën në mënyrë publike, kam të ardhur me të kërku si vëlla më të më fal. Por nëse tel ti çka do më bëj? Ja, unë se xhipat e tu, e shtëpiat e juve ka 4-5 kat, ty pse keni bën me rrugë xhalloras me xhenozë. Organizatën se dushemna, po ideja është në momentin që dikon e shpallish musliman,
edhe hoxha më të kallëzu që ish musliman vriten. Nuk e di unë ato. Për momentin që forumi edhe njerëzit e tum kanë shpall më ish musliman, unë i kam marrë 19 kërcënime serioze Nuk e di, me unë kam 1 milion kërcënime i kam marrë. Jo, unë kam marrë kërcënime serioze. Batoni këtu tha çysh je i lirë. Se kanë menduar që kanë me burgos. Unë kam marrë kërcënime që kanë lyp Ka menduar që do të me burgos. Kanë lyp dhona publikisht për me orë ma gjetë shtëpi. Ty kërkosh, dëgjoj, unë po të them edhe po të garantoj. Mos u frikso. Njerëzit e tu e kanë bërë. Mos u frikso. Jo Islami aq më pak shkrime shkencore, shkrimet e mia janë shkrime gazetareske, të cilat janë me përfundime faktike, pa dosh me hin detaje. Ajo që kam vrejt deri tash është që Bashkia Islame e Kosovës me krye me menaxhmentin e korruptuar na Internavën, ka qenë shtyse e vehabizmit mbrana Bashkisë Islame dhe e rritjes tina. Pra e kalon me vegjetu mbrana dhe i ka përjashtu këndo që e ka luftu këtë rrym. Me këto nëpërmjet na Internavës dhe imamëve që ai ka leju vehabi, është prodhuar Lavdrim Axheri, është prodhuar Ridvan Aqifi dhe gjithë ata që sot janë nën hetime për akte terroriste dhe janë prodhuar dhe ata që sot janë tu rekrutuar në Irak dhe në Siri për me ardhur me bë sulmin në Kosovë dhe kjo nuk është më hajgare. Ata njerëz janë të planifiku edhe sulme serioze me ardhur me bë sulme kamikaze në për Kosovë dhe në Shqipëri. Pra, gjithë këto kanë qenë si produkt i gjuhës, ne gjithë e dim që terrorizmi dhe racizmi nis me gjuhë, edhe përfundon me vrasje. Gjithçka nis me gjuhë, jo është terrorizmi. Kështu sidomos terrorizmi dhe racizmi nisin me gjuhë, edhe përfundojnë me vrasje, kanë nis me gjuhën që ka toleruar menaxhmenti i korruptuar i Bikut, edhe kanë përfunduar me Lavdrim Axherin. Nëse shteti vazhdon kësaj here veç me i godit veç pak, edhe më u tërheq, rryma terroriste edhe vehabiste në Kosovë me kon tipik sikur virusi që goditet deri në gjysmë me barna dhe mas nai tërhiqesh edhe ai bëhet imun. Pra, nëse shteti nuk e ka durimin që me ndjek deri në fund pavarësisht protestave që kanë me krizë, me ndjek rrymën vehabiste që prodhon terror në Kosovë, mendoj që do të përkërcohet shumë stata.